Në qytetin e Pukës ka startuar kampionati kombëtar i boksit për moshat U19, një ngjarje e rëndësishme sportive që po zhvillohet për herë të parë në këtë qytet verior. Ekipi Tërbuni Boks, që përfaqëson me krenari Pukën, mori pjesë me formacion të plot, duke konkuruar në të gjithë kategoritë e peshës. Në ndeshjet e para eliminatore, boksierët pukian dhanë një performancë mbreslënëse, duke fituar 5 nga 6 duelet ku morën pjesë. Fitues shpallet Gabriel Qermeli i ekipit Tërbunit. Gjykimit të 3 gjyqtarëve fiton boksieri Kendit Kuq. Ky rezultat e vendos Tërbuni Boks mes ekipeve pretendente për titullin kampion në këtë kategori moshe, duke dëshmuar punën e mirë dhe përgatitjen serioze të bërë gjatë fazës stërvitore. Aktiviteti po zhvillohet në një atmosferë sportive entuziaste, ndërsa Puka për disa ditë është kthyer në epiqendrën e boksit të rinjve në Shqipëri.